Kekin kam në këto qaste për të kuptuar pak edhe qëndrimet e tij të këtyre 24 orëve të fundit dhe sigurisht të një pjesë të opinionit mediatik në këtë vend. Mirëmëngjes zoti Kekia, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Si e zotri? Akoma në Shqipëri apo po e bën këtë lidhje Skype nga jashtë? Nuk e dini se më dëgjon Kekia? Mentor? Po ju dëgjoj tani se patëm një... Nuk ka pyetja është këtë lidhje po e bën nga Shqipëria apo nga jashtë? Kemi një problem me audion. Kemi një problem me audion, japim pak kohë çunave dhe gocave të regjisë ta përmirësojmë pak lidhjen audio. Sigurisht duhet të ketë akoma më shumë vështirësi tani sepse Skype-i na ka lënë shënden, miq të dashur, platforma teknologjike e komunikimit audio dhe video. Tani do të përdorim metoda më kreative. Dhe sigurisht duke marrë mundimin për t'i sjellë në studio, por një emision mëngjesi është pak më i dizavantazhuar për shkak të orarit të llatarshëm. Megjithatë do të përpiqemi deri në fund pa pasur asnjë moment kështu dorëzimi. Mirëmëngjes Flavio, si ka mundësi doli ky exit polli në këtë mënyrë? Zoti Berisha me gazetarët tha që sado ti monopoloj jemi të fituar. Çfarë do thotë pse duhet kërkojmë një reflektim? Ju lutem shumë thrisni me të madhe, protesta, duhet të protestojmë. Të mbaroj procesi, protesta. Ndërkohë, një tjetër mesazh më thotë rezultat fantastik për PD-n në Kamës dhe në Paskuqan. Po është pak më e madhe se aq Shqipëria. Mëngjes Flavio, patronazhistët kanë 6 muaj që japin lek, kur u flisja për ndryshim thonë se ka dhënë lek Berisha, unë i thoja jo, atëherë çfarë na duhet, ne rilindje na ka dhënë lek, dhe ta dish, ka dhënë bindshëm. E kanë shitur votën 100 deri në 150 euro në Lezhë, në Fier, shëtisnin me çanta me lek, duke shpërndar patronazhistët edhe në Dibër. Ndërkohë, përshëndetje Flavio, ky është krye patronazhisti i PS-s në Dukat, duke votuar për të disatën herë në një qendër tjetër, jo atje ku ishte i regjistruar, Arjan Hoxha, dhe ka dërguar disa foto, zotëria dhe video, që sigurisht do t'i bashkangjiten në një dosje fenomenale që ka syri televizion, miq të dashur, për këto. Ndërkohë, pse u ndalua fletaresti për i përfshirë në blerje votash për ministrin Ervin Hoxha edhe shefi i Irinasit. Shpëtoi arrestimit nga Belinda Balluku. Dakord, vazhdojmë me mentor Kekin, duhet ta kemi tani më të konsoliduar. Ndoshta mos është me një vend jashtë egzotik, ike direkt mentor që lidhesh dot? Jam larguar, në fakt jam në sheshin në Tereza, është krijuar kështu një tip enklave këtu. Për çfarë është ty me bardh? Në fakt kur u zgjodh Papa, rastësisht u gjenda në Rom, ku bëshën të përgatitur, dhe thash që këta pa e rregullojnë punën e tymit, po ne kur do na dali tymi, megjithatë thash çfarëdo që të djegim brenda në neve tymizina del, kështu që qartë. Një koment për 11 majin, Kekia. Ju keni pasur, le të themi, trajtuar një balancim në raportet me palëve edhe në adresimin e problematikave të opozitës, ashtu edhe në trajtimin e mazhorancës. A mund të flasim më për një mazhorancë tani më, çfarë lloj zgjedhjesh pam në 11 maj? Zgjedhjet përkundër asaj që duhet ndodh në një demokraci normale ku të ketë rotacion, jo thjesht për hir të rotacionit, por për hir të një funksionaliteti të demokracisë, çua në konsolidimin dhe forcimin e pushtetit të një partie që kishte 3 mandate, duke thyer jo thjesht rregullin e pashkruar të numrit mandateve të një qeverie, por duke krijuar një precedent për demokracinë, pasi unë mendoj që sado rezultative të jetë një forcë politike, 4 mandate janë shumë për një sistem demokratik hibrid, siç konsiderohet Shqipëria, dhe për një shoqëri të vakët, pa nerv, pa mekanizma reagues, pa mekanizma kontrollues, dhe pushteti i fortë nuk i bën mirë asnjë shoqërie. Kemi pushtetari më arrogant në botë është Donald Trump, që
me një firmë përpiqet të ndryshojë botën, por gjithsesi atje ka një shoqëri ku funksionojnë mekanizma juridik, mekanizma shoqëror, ku një gjykatës ngrihet dhe hedh por dekretin e presidentit. Pra është një shoqëri që ka filtra për të penguar edhe nëse një udhëheqës çedon apo çmendet në rastin më të keq. Në këtë rast mendoj që një votë kaq masive për të fuqizuar pushtetin një force politike nuk është i shëndetshëm për demokracinë. E kuptoj, megjithatë çfarë mandati parashikoni zoti Rama dhe a mendoni se do të ketë surpriza në certifikimin e këtyre zgjedhjeve e këtij rezultati? Së pari, përtej qëndrimeve politike, unë nuk besoj që opozita do t'i rrëzojë zgjedhjet, pra nuk do t'i njohë, por është shumë e rëndësishme, jo thjesht për të drejtën ligjore dhe kushtetuese të çdo individi, që çdo problem që është konstatuar në mbrojtjen e këtij procesi, çdo shkelje përbën apo jo vepër penale në kuadër të krimit elektoral, pra që ndëshkohet nga prokuroria dhe gjykata, por çdo problem që është vërejtur të adresohet, të çohet deri në fund, jo thjesht për të mbajtur përgjegjësi ai që e ka bërë, edhe pse krimi elektoral ndëshkimin e ka të pavlefshëm në aspektin apo në këndvështrimin se çfarë është bërë dhe nuk kthehet mbrapsht, por do të kemi parasysh një gjë. Shqipëria është vend që këto ishin zgjedhjet e para që bën në statusin ku Shqipëria ka hapur negociatat me Bashkimin Evropian. Dhe ne vetë si shoqëri do duhet ta ngrejmë stekën mbi pretendimet për standardet e zgjedhjeve. Nuk mund të themi ne sot se hemos edhe në 96 kështu është bërë, hemos edhe në 2000 kështu është bërë, ose edhe në 2005 ka ndodhur kjo, po edhe në 2013 ka ndodhur kjo. Jemi një tjetër status dhe ne vetë duhet të ngrejmë stekën e pretendimeve dhe këtë gjë duhet ta kishte bërë së pari vetë majoranca si përgjegjëse për organizimin e zgjedhjeve, aq më shumë që si objektiv kryesor të saj ka antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kështu që në këtë drejtim nuk duhet të tolerohet në mënyrë absolute asgjë që ka të bëjë me standardin e zgjedhjeve dhe të mos presim thjesht këto të përfshihen në raportet e ndërkombëtarëve, por ky të jetë pretendimi jonë së pari si shoqëri. E di që më duket disi jashtë politike që gjithsesi besoj që edhe në momente dëshpërimi për një palë dhe në momente dehje për palën tjetër do duhet për te palve Kikia duke u fokusuar tek elektorati i gri. A mendoni se shqiptarët ju dorëzuan patronazhimit apo një ditë bukur u zgjuan dhe kuptuan se sa i mirë është Edi Rama? Jo, do duhet bërë një analizë ftohtë për këtë rezultat, sepse kjo është një lajthitje në tërësi e mekanizmit të demokracisë, sepse përgjithsisht partitë vinë me votë të fortë, vinë me pushtet të fortë dhe bjerën. Pushteti të gërryen, të lodh, të korrupton, të konsumon dhe vjen duke rënë janë ato që matjet që bëhen që sa ka mbështetje ende ky pas 2 vitesh pushtet pas një mandati dhe të ndodhe kundërta ose do duhet të ishte regjistruar një mrekulli ekonomike e cila edhe në rastet kur ndosi pas modelit gjerman sërish Merkelit që ishte pushtetarja më e gjatë në Europë në 2 mandatet e fundit u deshën koalicione të gjëra për të mbijetuar në pushtet edhe pse e ngriti ekonominë gjermane e bëri lokomotivën e Europës. Kështu që këtë mendoj që do duhet të bëjmë. Ja një sekondë Kikia për shkak të problemeve teknike. Të japim pak mundësi zot Kikia ta dëgjojmë përgjigjen e tij të fundit. Edhe një herë lutem. Po thoja që situata kërkon patjetër një analizë të thellë dhe nuk duhet të kalohet thjesht me komente tifozësh nëpër studio, por do duhet të analizohet në aspektin politik, në aspektin social, shoqëror, ekonomik për të kuptuar se çfarë modeli demokracie po krijojmë ne. Pasi partitë, siç e tham, vinë me votë të fortë dhe gërryen dhe dobësohen gjatë rrugës së ushtrimit të pushtetit dhe jo e anasjellta. Nëse do përpiqem shkurtimisht të gjej unë arsyet e kësaj vote, po them që mund t'i përmbledh në 3-4. Një shoqëri në mpakje dhe në plarkje. Sa më pak njerëz të jenë, aq më lehtësisht kontrollohen. Tjetra, Partia Socialiste në pushtet
kanë gjizur, kanë bivendosur qeverin me partin dhe prej kohësh qeveria ka punuar për fushatën, ka punuar për partin. Ai mekanizmi patronazhimit që ne kemi e kemi konstatuar, po e kemi marrë pak si më tepër si ofendim dhe si ngacmim se sa një makineri kaq e frikshme. Çfarë është patronazhimi? Patronazhimi janë njerëz të cilët të mbledhin të dhëna për të tjerët, kuptojnë me kë është ku punon, ku punon njeriu i afër, gruaja, burri, fëmijë, farefisi, çfarë problemi ka, si mund ta tërheqim, si mund ta joshim, si mund ta presionojmë nëse do duhet ta përdorim me presionin e kështu me radhë. Nëse kujtojmë votën e emigrantëve, ndërkohë që opozita ishte ende në luftë me vetvete në përpjekje për të mbledhur coprat e saj pas Big Bangut, Partia Socialiste i kishin ngritur strukturat, kishin filluar të mbledhte çdo zyrtar i administratës duhet të dorëzonte nga 5 emra, ku ka motrën, Kunatin, Baxhanakun, jashtë adresa, numra telefoni. Pra ishte një mekanizëm i tërë që ishte vënë në lëvizje dhe Partia Socialiste e filloi fushatën shumë më herët dhe ajo u fut në zgjedhje me një databazë shumë të saktë të njerëzve që gati 100% ishin votues të sigurt. Pra vota nuk ishte spontane. Njerëzit nuk e morën vendimin për të votuar nisur nga programet, nisur nga premtimet, por nga gjitha ajo punë parapërgatitore që ishte bërë. Dhe këtë akses ta jep të qenit në pushtet. Opozita nuk e kishte këtë akses, por nuk ishte as edhe strategjin për të ulur dhe për të punuar në këtë drejtim. Tjetra, mendoj që Partia Demokratike i mëshoi më shumë rehabilitimit politik të Sali Berishës, dimensionit të marrëdhënieve amerikane të Partisë Demokratike, ju gëzua faktit që një njeri i afërt i presidentit u gjit në tribunë me Berishën, deklaroi që kishin kohë pas gjuar një amerikan që të shante qeverinë dhe ta akuzonte atë si qeveri narkoshtetit e tjerë. Dhe u përfshin një lloj deliri, duke menduar që kjo do të mjaftojë që t'i bind njerëzit që ta mbështesin dhe ta votojnë të qeveri. Por rehabilitimi politik në raport me Shtetet e Bashkuara, deri edhe tek gjysmëheqja apo deklarimi i rënjes së non-gratës vetëm 2 ditë para zgjedhjeve, nuk patën asnjë lloj impakti. Kjo për mendimin tim, sepse Partia Demokratike bëri një fushat shumë të paqët. Nuk po më këtu idenë që duhet të rëmbente hujë dhe të dilte në. Por ka qenë është pak maftofe gomarin, mado që gomarin kjo. Deri para 3 muajsh PD akuzoi si parti shumë agresive. Por çfarë duhet të them me këtë? Kur po them agresive, atëherë demokracia ka një term tjetër, fushat pozitiviste dhe fushat negativiste. Nëse Rama nuk bëri asnjë nga këto dyja, bëri thjesht një fushat erotiniste. U mor me një program, pra për mua programi i Partisë Demokratike i këtyre zgjedhjeve ishte programi më i mirë që ka patur një parti politike në zgjedhjet në Shqipëri. Pensioni, paga, çmimi i naftës, gjëra konkrete, por shqiptarët të mësuar me një lloj nervi, nuk kemi Shqipëria nuk është Amerikë, nuk është as Angli, nuk është as Gjermani. Ne jemi mësuar që ti kemi çik ato tonat e akuzës, të ndjemat e nervin e fushatës, dhe unë kam thënë që në këtë fushat Partia Demokratike kishte gjithçka, po i mungonte Berisha. I mungonte Berisha që njerëzit janë mësuar që ti energjizoj gjatë fushatës. Dhe mbi të gjitha, adresimi vetëm i problemeve ekonomike, duke lënë më një anë atë fushatën negativiste që thashun që qeveria mund të atakohej fare mirë në dimensionin e saj korruptiv, në dimensionin e saj në raport me spakun, me drejtësinë, njerëzit arrestuar. Pra këto nuk u shndrruan në flamën elektorale. Por në vend të tyre Partia Demokratike tundi fort atë letrën me premtimin për rritjen e pensioneve. Por harroi që targeti i pensionistëve është një target që përgjithsisht voton Partinë Socialiste, sepse ata janë baza e kësaj partie trashëguar si pasardhës e Partisë Punës. Dhe jo pensionin të rritësh atyre, por edhe 5 vite jetë shtesë tu japësh, sërish ata votojnë atje ku kanë mendjen dhe zemrën, pra tek partia e tyre.
Kështu që u adresuan besoj gabimisë dhe targetet e shoqërisë, sepse Partia Socialiste hambajnë e votave ka pikërisht tek pensionistët, tek administrata herë 3 dhe mbyllet përgjithsisht llogaria e votave. Por mendoj që kishte edhe një faktor tjetër, të cilën Partia Demokratike nuk kishte zgjidhje. Ishte leadershipi politik. Shumë kush nuk bie dakord në këtë, por mendoj që vetë Berisha, ai që është edhe njeriu që mbante në këmbë Partinë Demokratike, në një farë mënyrë është edhe barriera që Partia Demokratike të shkonte në pushtet. Unë kam mbrojtur idenë që pa Berishën s'do kishte PD, por me Berishën PD-ja nuk shkonte dot në pushtet, sepse shqiptarët, makar edhe vendet popujt e tjerë, por ne kemi shumë e theksuar, nuk votojmë program. Asnjëherë ofertat ekonomike nuk kanë nxjerrë. Këtë analizë do duhet ta bëjmë nëse do të kemi një panoramë të qartë të votave të pandikuara. Nëse kemi vota të ndikuara nga patronazhimi, nga manipulimi, nga blerja, nuk bëjmë dot asnjë analizë të tillë për liderin, se i bie që në këtë frym njerëzit në masë kanë votuar me dëshirë të plotë Edi Ramën dhe kanë përshtypjen edhe ju edhe unë e kemi një pamundësi logjike dhe fizike për ta pranuar si të mirëqen një gjë të tillë. Prandaj po them që në historikun ton ka qenë lideri politik ai që ka shërbyer si etalon apo si udhërrufyes për votuesin. Madje gjatë fushatës askush nuk thoshte kush ka programin, ai nuk diskutoi. Pyetja ishte do votojmë Ramën apo Berishën. Dhe besoj që në këtë drejtim Berisha ka patur një lloj kontestimi në mesin e votuesve. Duke bërë një farë mënyrë, pra thash, si njeriu që e ngriti dhe e mbajti Partinë Demokratike në këmbë, edhe njeriu që në një farë mënyrë mund të bërë pengesë që ajo të dalë përtej mbështetësve të Partisë Demokratike dhe një rrethi disi më të gjerë, por pa mundur të shkojë dot tek ai elektorati i gri. Pastaj ka një target shoqërisë të cilin mos u lodh kot ta synosh, është ai grupi i fanatikëve Absolutisht. Që mollët i kanë prerë, njerëzit më kanë ikur jashtë, por prapë për ty do votojë. Kështu që me këtë mos u lodh kot sepse është ushtrimi pa nevojshëm ai për muskulaturën. Mentor Kikia, faleminderit për opinionet. Kam, siç e thash edhe më herët, parandjenjen e keqe se do të flasim gjatë për zgjedhjet e 11 majit.